Të hezitosh të këndosh himnin kombëtar në këtë, thash, duke qenë edhe kryeministri i Kosovës, njeriu i cili aludon shumë në bashkimin kombëtar, njeriu i cili asnjëherë sa nuk ka qenë kryeministër nuk e ka promovuar flamurin e Kosovës, gjithmonë e ka promovuar flamurin kombëtar, unë them që le shumë për dëshiruar edhe le shumë turbullsi në opinionin publik, kur t'ja shtojmë kësaj edhe mungesën e zërave kritik drejt për drejt të figurave qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, në ankesat e tyre dhe kanë lënë vetëm disa eksponent të tyre që janë të rangut të 2, 3, 4 në strukturë, vetëm ata të ngrenë zërin, tregon që joshja që strukturat politike shqiptare, qoftë pozita, qoftë opozita, po bëjnë ndaj kryeministrit, tregon që kjo është vetëm gare tyre, se kush do jetë pjesë e pushtetit dhe kush do jetë më i dëgjueshëm, me çka sigurisht harrojnë totalisht se ata nuk janë pjesë e qeverisë dhe nuk kanë marrë mandate nga kryeministri, kanë marrë mandate dhe vot nga populli shqiptar.